naftës, s'kemi rafineri tone, nuk shtë që... As Macedonia s'ka, po... Jo, Macedonia ka, rafineri ka. Ajo është e pamjaftueshme për tregun e vetë. As Shqipëria mujtës me thonë. Edhe nëse e ke rafinerin, prapë është problem të ndikohet, të interferohet në çmimet, pasi ato rregullohen prej berzave ndërkombëtare. Nështë ta çmimi i rrymës nuk u rrit, pra u pa që nuk do të ketë si vjetë rritje të çmimit të rrymës. Jo, nuk e besoj që regulatori guxon të veproj në bazë të politikave me gjysmën prej tyre ka punu bashkë në ketë. Ditore, po është sektor që e njoh mirë dhe e di ç'është funksionon zyra regulatorit të energjisë, kështu që e di që nuk guxon. Ata duhet të jenë profesionist. Po kush? Nuk e di se do të ndërrohet, sa diun. Po duhet bordi, aty është i rëndësishëm është bordi i ZRE-s dhe nuk se di sa diun në këtë legjislaturë nuk pat në iniciativë për ndrimin e bordit. Mos se prej kërkoshin. Jo, se ata kanë mandatet dhe ajo është bord ekzekutiv. Domethënë nuk është sikur bordet e tjera që janë mbikëqyrë, sa është bord ekzekutiv. Po, do të thonë, unë nuk mendoj që do të ketë konsekuenca sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare, pasi që ato janë ratifikuar në Kuvendin e Kosovës, afatet janë arrit, pa diskutim që është mirë më konë vjemësia institucioneve, mirë po demokracia i ka këto teke, i ka këto... E fjallë tjera po dhu pasojat të mdoja, spritin? Jo, për mendimin tam nuk pritet pasojat mdoja, mirë po... Ajo çka do të duhet ndodhte, pa diskutim do të duhet e zgjidhej presidenti. Do të duhet e arrijë ajo pjekuri, fatkeqësisht nuk u arrit, na si vjet e kemi festuar 18 vjetorin e pavarësisë, kemi hyrë në periudhën e maturitetit përkatësisht pjekurisë, mirë po duket që nuk jemi pjekur ende si shoqëni, normal na vjen në disa kohë, pa diskutim që opozita kësaj radhe është ajo që duhet të ishte më pjekur, ç'është tha edhe parafolsi, do të duhet të vinte interesat e shtetit para interesave personale. Në mënyrë po tash pozita sa i përket zotit Kurti dhe vetëvendosjes, ata i kanë ofruar gjitha alternativat. Domethënë kanë thonë hajde ulmi, s'kanë marrë vesh, i kanë ofruar njërin dytë më të votuar në Kosovë, prapë se kanë deshtë, i kanë ofruar njërin kryesor, ndoshta aktivistin kryesor të shoqënisë civile aktualisht që është, prapë edhe ajo nuk i ra taman, edhe ata duhet mu deklaruar çka i bën taman. Që shtash e marrin vesh.